Biznesi në fjalë përmes një deklarate të dhënë pranë Bashkisë Islame më 15 qershor 2023, të cilën e ka siguruar betimi për drejtësi, thotë të jetë detyruar nga Rexha për t'i dhënë rishfet në mënyrë që të vazhdohet porositja e drasave për varreza tek ai, ose në të kundërt, do t'i ndërpritej bashkëpunimi. Por Rexha vazhdon të mohojë edhe këtë akuzë. A njeni Adhurim Nuredinin, pronari kompanisë Adhurimi SHPK? A njeni? Po, njohum. Çfarë raporti keni pasur me të? Normale. A ka ndodhur ndonjëherë të keni pasur ndonjë raport me të përtej raportit kontraktual, ose si ka qenë rregulluar raporti juaj dhe raporti i tij? Unë s'kam pas raporte, se s'po du me përmend me emra, s'kam pas raporte të kësia me asken, dhe s'kam pas raporte të mira me asken. Në të se cili e ka kry detyrën e vetë, edhe kemi vazhdu. Zotin Nuredini, në një deklaratë që e ka dhënë me 15 qershor 2023, ka thonë, po e citoj, deklaroj se gjatë periudhës 3 veçare sa kam pru drasa dhe piramida, arkatari i Këshillit të Bashkisë Islame në Prishtinë më ka obliguar me rritje të faturave dhe paratë të cilat mi ka transferuar përmes bankës, më është dashur t'ia çoj në shtëpi. Këtë kam pas kozh nga arkatari zotri Bari Rexha, për shkak se ka thonë, nëse nuk mi rrit kështu, të ndroj dhe marr dikën tjetër në Prishtinë për furnizim. Të gjitha këto fatura, pasi kam kontrolluar gjendjen e furnizimit për vitin 2020, 2022, 2021 dhe 2022 më fal, arrin vlerën 40.547 euro, me pretekstin se kemi shpenzime dhe më duhen parat për ndihmë te zotri Halil Ahmetit, po ashtu dhe për disa çështje të tjera të KBI Prishtinë. Mu pëm që ditë vetë fakti, në thëtë, nëse unë e kom bo një gjatë e tila, po kupton? Se di sa kom kupton. Po t'ishte mbranda për institucionin, hajde është forma e rregullt, ose menaxhimi i mbrandshëm. Ky, pse? Nëse unë e kom bo, po kushtimisht. A keni bo? Nëse, po them kushtimisht, pse s'm ka denoncu? Unë mendoj që jo veç kjo, po dhe shumë tjera, jënë bo vetëm për me ma hupi marzhin tem. Vetëm për me ma hupi marzhin tem. Çfarë përgjigje keni për këtë pretendim? Për këtë pretendim, vetëm me shkojmë me padi. Për shpifje edhe për lyrjet e emrit tem. A ka kërku dikush për juve që me i rrit me i fry faturat në raport me këtë biznes? Asnjëherë. Kush është Halil Ahmeti? Është punëtori i Këshillit. Me pretekstin se kemi shpenzime dhe duhen parat për ndihmë të zotri Halil Ahmeti. Asnjëherë, jo, hiç, asnjëherë. Unë kam e kërku pe institucioneve drejtësisë për këtë çështje. I kontaktuar përmes telefonit, Nuredini nuk ka dhënë arsye sepse nuk e ka raportuar rastin në BIK, policia apo prokurori, derisa ka thënë se në njohuri për këtë ka qenë vetëm Rexha, pasi pranuesi i mallit nuk ka pasur qasje në faturat e fryera. Faturat e fryera, ai thotë i ketë bërë me shenjë për t'i identifikuar. Çdo fatura që posët me ka një shenjë, që çdo porë të lartë, kupton? I kom postë me një pasha e kështë pa, edhe rriqa të një. Ku ja keni dërgu parët jo? Në shpe, zakonisht në shpe, e kom postë të imponume. Pse ju nuk e keni njoftu Këshillin e Bashkisë Islame për... Ma shumë të që të është gatimi e maj, më dhe të në sekretore e këtë e krejtë.